3 muaj edhe po vazhdojnë halo, jem bo 3 vjetë e 3 muaj, është i sigurt. Edhe nuk e ditë se kur përfundon. Jo, s'është nejsen që e kom... Po, nuk e mendon me ndalë, si angazhim. Smoj, seriozisht, se më... Me kom pak qysh ndjehesh kur i takon të mëshuarit, në fillim e kom pas... qysh ndjehesh kur i bën me qesh edhe kur gëzohen që të shohin. Në fillim, bese kom pas shumë problem, se ka pas do senet cilat gjatë periudës që e mësojshim në trajnim, unë vetë me vetë e mendojsha që unë kurs me bo qëto. Për shembull, me atrajtu një plagë të hapur, një moshumit, ose jo, s'po foli une për diko të huj, po edhe të prind të me kisha pikpytje, a muj me shku deri në aty ku mi trajtu në plagë të hapur aje në këto e senet që si kisha provu njët. Po masani, kur fillova në punë, ke diçka që u habitësha me vetën çfarë situata e gjesha edhe pa kur farë problemi dhe qëtash më ka ndimu për me njufta dhe vetën deri limitet e mija deri ku muj me shku, kështu që sa i përket asoj pjesët qëtash më në që s'ka në esen që s'muj me bo. S'po foli për aspekt profesional ose për pikshmëri, po foli për atë pjesën që nuk pritoj, ose nuk kam neveri, ose nuk thjesht muj me bo komplet shka ka nevoj një njeri nëse është e nevojshme. Edhe ishe dhemshme pjesa se unë u pata mësu me njerës me shumë ambicje, me fëmijë me punu, që ata kishim shumë ondra. Edhe mësaneja fillova me punu për shembull me pleq, me njerës cilët i kishin hargju ambicjet, edhe përjetojsha keq se i posha për shembull njerës të pa shpresë. Faktikisht ata ishin shumica, ishin njerës dorëzum, që mo edhe kanë mbet vetë, po edhe nuk kishin mo në i pritshmëri për jetës, edhe kjo më shkaktoj ke mu shumë, më marrëzoj ke energjin shumë, deri sa u mënova me Qysh arrishe me përballu emocionalisht mandej? Po, e disha që qaja që aty e mungu atyne do të me bëru pite one, edhe unë zgudzoj me ro preje asojt atyne, po une do të mi u dhonë, edhe mësane fillova me au bo jetën interesant. Ingotësha, bëjshëm hajgare, u mënesha me përcaktu pisot që nesër kena me shku me bo qëto, që me pas dishka një pritshmëri edhe mësane rezultati asaj më bëjke shumë të lumëtur se e vresha pi momentin kur u takojshëm, edhe nëse mbike me nejt një orë që aty. Gjendjen që e gjojsha dhe gjendjen që e lonsha ishin shumë ndryshe. Jo se one di me bona në i mrekulli, po thjesht ata kanë nevoj veç për një fjallë të mirë. Kanë nevoj për shembull veç për një qasje mjau kujtu. Sene që ekzistojnë, unë thësha për shembull, ja përmensha se ti si ki qëto probleme, ti si ki qëto. Pse po e bon qaq keq gjendjen ku e thësha i një qupeshe, i një lasdru, e kom jo re, e bëjsh më hajgare dhe më thonë deri në këtë pik që me relaksu situatën edhe u shoqënojshëm shumë, u lidhshëm shumë emocionalisht, mësane ndikoj ke ndoshta edhe ja psihoza, që si e qelë qa derën më njerë i vike qerja, se ata kanë nevoj edhe derën mja u qelë dikush. Pa tjetër. Në fund të ditës